Si bëhet forcimi inspektor, mos I mbush me patronazhist. Aty thuhet që raporti kontribues përfitues për pensionin për vitin 2026 pritet të jetë 1.14. Nga të dhënat që kam për vitin 2024, ky raport ishte 1.17, pra ka bësuar rënje. Ndërsa mesatarja e EBS është 3.3 të punësuar për një pensionist. Në Shqipëri po shkojmë drejt njëshit, dhe zvoglimit madje. A nuk ju duket edhe juve, sidomos me fluksin e emigrantëve, me shkallën shumë të lartë të informalitetin në vendin e punës. Dhe me këtë rënje, pra që pëson ky raport, a nuk ju duket se po shkon drejt falimentit skema e pensioneve? Sa I përket rritjes së pagës minimale që ju përmendët, duke qenë se sipas organizatave të huaja informaliteti në vendin e punës arrin deri në 50%, a nuk mendoni se rritja e pagës minimale thjesht do shtoj, do thelloj informalitetin dhe s'do ketë efekt të vërtet në vendin e punës, ku kemi punëtorët e fasonerisë që marrin pagë minimale, detyrohen ta kthejnë një pjesë të pagës mbrapsht te pronari derisa s'ka inspektoriat të punës që të jetë funksional. Tani për sa I përket çështjes së demografisë. Besoj biem dakord që demografia është një sfidë globale, nuk është vetëm sfidë e Shqipërisë për të parandaluar emigracionin dhe për ta bërë Shqipërinë përsëri atraktive për të tërhequr diasporën mbrapsht në Shqipëri, ka filluar një politikë për rritjen e pagave. Nuk ka të bëjë vetëm me demografinë, ka të bëjë sidomos me informalitetin në vendin e punës, me sa sigurime paguajnë punëtorët e Shqipërisë dhe qartazi skema po shkon drejt falimentit. 1.14 po shkon drejt falimentit. Nëse kemi më shumë pensionistë se sa njerëz që punojnë, atëherë për çfarë po flasim këtu? Dhe të thoni, të thoni që këtu po rrisim pagat e administratës publike dhe kjo do ndikoj që të kthehen emigrantët, për mua është totalisht e pamjaftueshme. Po shkojmë drejt falimentit skemës së pensioneve, praktikisht pra. Tani, sugjerimi I parë, nëse doni sugjerimi kryesor, a ta them sugjerime që se ma kërkoj. Sugjerimi I parë do ishte forcimi I inspektoratit punës. Bërja si bëhet forcimi I inspektoratit, mos I mbush me patronazhist. Mos I mbushti me partjak që të bëjnë punën e tyre siç duhet dhe të shkojnë të kontrollojnë aty ku abuzohet në vendin e punës. Është thjesht, siç bën në gjithë botën. Pafund raste konkrete di. Pafundësisht. Edhe do t'i denoncoj. Edhe do ju nxjerrë shifrat që informaliteti në punë është 50%. Padyshim që po.